160 të rinj e të reja, me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës dhe Komisionit Evropian, janë trajnuar në qendrat sociale të bashkisë me qëllim aftësimin e tyre për të gjetur një vend pune, por edhe për të hapur bizneset e tyre sociale. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo tha se 10 plan bizneset më të mira do të mbështeten nga mekanizmat e Bashkisë së Tiranës për të hapur biznese sociale. Trajnimet janë të nevojshme, por nuk është kusht përfundimtar për të hyrë në tregun e punës. Kjo është arsye që ne sot gjithashtu deklarojmë që 10 biznes planet më të mira sociale që do të prodhohen nga këta të rinj do të mbështeten nga projekti dhe unë dua të them gjithashtu që jo vetëm do të mbështeten nga projekti si plani iniciuese për biznesin social, por me mekanizmat që Bashkia e Tiranës ka në dispozicion, do të mbështetet gjithashtu edhe në jetën e tij si biznes. Bozdo tha se Bashkia e Tiranës bazohet mbi 2 mekanizma, të cilat ndihmojnë punësimin e të rinjve dhe të rejave në Tiranë. Njëri është mekanizmi një skeme garantimi, garancie të kredisë bankare për bizneset për të rinjt, dhe mekanizmi i dytë është krijimi një kompanie ku Bashkia e Tiranës bashkë me partnerë të tjerë strategjik ndërkombëtar është ortake.